غرباء 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 Allahu i shiqon zemrën dhe nuk i shiqon fizionomit, nuk i shiqon fjalët pa i shiqu zemrën. Pyete zemrën tonë dhe thuaj, vallë, unë për kënd du të jetoj. Ta ditë të cilët kalojnë shumë shpejt dhe për çdo moment pritet që të takohemi me Allahun subhanahu wa taala dhe dalmi në ditën e gjykimit dhe të parat pyetje të cilët do të na parashtrohen janë për dinin tonë. Çka kena afru ne për dinin tonë? Për këtë arsye do e mos çdo njeri prej neve duhet ta përcakton veten e tij dhe t'i thotë, vallë, a do të jetoj për Allahun subhanahu wa taala apo do të jetoj për epshin tim, për dënjon time, për jetën kalimtare e cila kalon me brenga të ndryshme. Ja sot është për të qajt, jo lot, por është për të qajt dhe gjak, për gjendjen e umetit, ku plagët e këti umetit vazhdojnë edhe më tej. A thu, ndoshta vallë ne jemi shkaktar që plagët e muslimanëve çtohen e mos shërohen. Ndoshta ti vëlla i dashur musliman, për një përgojim që e ban, për një mosmarrveshje që e ke me vëllaun tan, për një cent që s'ke mundësi me bardh vëllaun tan, je pengesë dhe je sëmundje në këtë umet. Ka mundësi fitoria me vonu dhe të ishe ti shkak, vallë, si ke me dalë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Me çfarë fitire ke me dalë për Allahu subhanahu wa ta'ala, kur Allahu ka me të qëndru dhe me të pyet se çka ke bën për dinin tim. Po thash, vallahi, me çajta shpak për këtë umet. Për shkak se shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na kanë ardhur dhe na kanë tregu se ibadeti më i dashur te Allahu pas farzëve, do të thotë pas namazit dhe pas zakatit dhe haxhit dhe xherimit, apo disa siç kanë thonë dietar pas namazit më njëherë është vëllazërimi për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një vëllazërim të cilën Allahu subhanahu wa taala e don. Kjo është një ibadet që Allahu subhanahu wa taala e ka obligu vetës së tij që t'i don ata që don për Allahun subhanahu wa taala. Vallë, ne a dumi për Allahun subhanahu wa taala. Nëse ne dumi për Allahun subhanahu wa taala, dhe ajo që na ka bashku është Allahu subhanahu wa taala dhe dini i tij dhe sunneti i tij, si ka mundësi që gabimet e vëllezërve mos të kenë arsyetim në zemrën tonë. Vallahi, ai i cili thot se duhen për Allahun subhanahu wa taala, ndërsa gabimet e vëllezërve nuk kanë mundësi me gjetë arsyetim zemrën tonë, ai faktikisht këtë vëllezërim e ka për dunjan. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka tregu qartë Kurani i Kerim. S'ka mundësi me thonë dikush që kena besu pa hin sprov. S'ka mundësi asnjëri prej nesh me thonë se ne duhemi për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhem që jetojmë për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhem që ta fitojmë ata që Allahu subhanahu wa taala ka premtuar për ata që janë besnik pa shtin sprov. Ka një sprov është prish për dunjan. Kjo tregon se vallahi dashurinë të cilën e keni pas prej fillimit, se keni pas për Allahun subhanahu wa taala, për ata ktheu vetes tonë. Tenton mendon se pe përmison dikan, a nuk e din i shkreti se është duke e përgoju që është e bon një gjunat të madh. Kemi mira pishman kur dalmi për Allah subhanahu wa taala, për çdo minut që e kemi kalu dhe se kemi shfrytzu për dinin e Allah. Kemi mira pishman për çdo ditë që na ka kalu, edhe si jemi këshillu me fjalët e vëllezërve tanë. Kemi mira pishmani një ditë për çka kemi kalu kohën bosh, e s'kemi vepru për dinin e Allah, duke e ditë se Allah subhanahu wa taala është ai që e ruan dinin e tij. Allah i dashur musliman, mos harro se çdo sen që po ndodh në botën islam dhe jashtë asaj islam kundra muslimanëve, ndoshta jemi faktor krijesor ne,
për shkak gjunave tonë. Për ata mirët nderi motrave tona, ndoshta për shkak gjunave tua, për shkak mos dashnin për Allahun subhanahu wa taala, për shkak urrëqen që e kemi, për shkak xhelozin tonë që e kemi. Këtë këto janë pasojat të cilat dalin ditën e gjikimit çato non, çato motra dhe me i thonë, mu e nderi, mu mirëte në për burgje të ndryshme të jo besimtarë, kurse ti s'kishe mundësi atë ditë me u ngrit natën, me prish gjumin, me lon jastikun edhe me ma bon një doa, pastaj ti po e ndin vetën, tonë se je pjesëmarrës i këtij umetit, penin vetën se je pasus i pejgamberit tan. Wallahi, sot disa gra janë duke afru për dinin e Allah subhanahu wa taala, ma shumë se sa shumë burra të cilët kanë thonë vetës burra, për shkak s'ka mundësi me prishën, do me thonë dunjallëkin e ti, s'ka mundësi me prishën rahatin e ti, për dinin e ti, për vetën e ti, për gjennetin e ti, për ata të cilën Allah subhanahu wa taala ka premtuar. Sot ma shumë nevoj kemi që të jem një grosht, ma shumë kemi nevoj që të bashkohemi, ma shumë kemi sot nevojmë që t'ja falmi njëri tjetrin, që Allahu ndoshta na shikjon me mëshirën e tij dhe na fal gabimet tonë, na i fal tmetat tonë, gjithashtu na i fal ata të cilën vëllezërve tonë dhe një doa s'ja kena afru. Mos flasmi diçka tjetër, po dhe doan të cilën kjo kushton ma pak, megjithatë ka peshte Allah subhanahu wa taala dhe këta jemi bon koprat. Pastaj ne i thojmë vetës tonë se une jam maj mirë se filani, une jam duke kontribu për këtë din, kur ta shiqojsh se aja pengesi këti din, për shkak se për derisa a i vetë jep vetës guxim që të flet për vellahun e ti, vallahi nuk ka mundësi njon me fol keq për dikan vetë derisa ta pëlqen vetën e ti. Nëse hoxhallar i zvoglojmë dhe i sulmojmë dhe i ulmi, atëre vëllai i dashur musliman, ti faktikisht me këta ja ki qel rrugën atinve të cilët e sulmojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me i mor mimberat dhe me i mor mikrofonat dhe me agallzu njerëzve dinin e Allahut, vallë çka kanë për t'i tregu. Për këtë arsye, mos i thuj vetës se vallahi, unë jam më i mirë, nëse jem më i mirë sinqert, alhamdulillah, banu shembull për qenë. Largoj cenimit të xhallar, sidomos atinve të cilët thrasin Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shkak se kjo i ndihmon armiqtë e Allahut që ta arronojnë këtë menheq, ta arronojnë dhe pimbrena. Për ata vëllai i dashur musliman, a e din se domi i mbrëmshëm është shumë më i madh se sa domi i jashtëm, a mos jenë ndoshta prej tjerë? Pyete veten tonë. Ti vëllai kur flet për filanin dhe filanin dhe filanin, që njerëz të cilët janë simbolet Kur'anit dhe Sunetit, çka ngel për qerë? Kush ka mundësi me tregu dinin e Allahut? Kush ka mundësi njerëzve me ja tregu hakun? Nëse i ka tmeta, cëni është njeri pa tmeta, por ti hesh ban sabër, se nëse Allah subhanahu wa taala nuk shef hajër të aj, Allahu e merë dhe e qonë dikan tjetër, e cili ngel prap simboli lartë i islamit, simboli Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A nëse ti e rënon me fjalat ndryshme, do ja thon filanit dhe alanit, faktikisht ti ki rënu simbolet e Allahut, simbolet e Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndëgjo vëllai i dashur musliman, nëse je i dhënu me dikan ndëgjo, vepër ngritën ditën e hane dhe tejnë, gjithve i ngritën, përveç atinve që janë të idhnu, atinve të cilët janë idhnu, Allah thot lejt deri të pajtohen, ti idhnu me shumë musliman, edhe ti shpreson xhenetin e Allahut ta. Ti ala i jep vetës guxim mos me fol me filani dhe alani, ti ala pse një fjallë apo të ka këshirë shtremt, që nuk e ka pas ndoshta me ti nuk ke mundësi me ja bo halal, e pastaj shpreson që Allahu ti e me ton gjunohe me ti fal, ti s'po fal, po shpreson prej dikujt me të fal, ti s'po jep, po shpreson prej dikujt me të dhon, ti s'po jam lën kur kuj gjunohin.